Jo, këtë kanë bërë kinezët mos, e keni shkruar gabimat. Të ofrosh influencën tënde në një fushë të caktuar, që ndro tek ajo fushë dhe perfeksionohu, sepse dhe shkolla 4 vjet është. Ja 6, me gjithë specialistë. Me njëritë e shkollës nuk shkojnë gjithkundi, a jeni në rregull. Në momentin që ti je pozicionuar në një trend, qëndro aty sepse sot sepse diploma argumenti im në vrashtën e logjikës. Sot influencer po quhet ai që ka followers. Nuk po quhet ai që di, që ka kompetencë. Nuk mund të lejojmë sot në ditët që jetojmë të legjitimojmë budallallëkun dhe idiotësinë njerëzore. Kjo po ndodh. Po kush e përcakton pra budallallëkun? Një sekondë keqe pra kush e përcakton do ta them unë. Kush e përcakton? Pse duhet ta përcakton me ligj? Kur u mbyll një Ligji është diktaturë. Sqarojmë. Po të lutem mos. Ligji është diktaturë. A do mlësh ta mbaroj? Edhe ai është ekstremist. Unë se bëni zhurmuese nuk do zgjidhni gjë më. Isha duke e parë pak nga jashtë debatin dhe pra pash që s'po merreshit vesh. Tani e para, në emër të drejtave të njerëzit nuk do të lejojmë që të legjitimojmë influencën kur bëhet fjala për të influencuar grupe të mëdha. Nuk po themi që Ornela u bë gazetare dhe ka studiu histori. Nuk është kjo logjika. Një sekondë. Këngëtarët e famshëm me nga 3-4 milion followers po pinë marijuanë. Po më dëgjoj deri në fund pra tani. Në koncerte. Nuk po flasim për këtë lloj influencë zonjë, po flasim për faktin që një njeri me precedencë penale të del në TikTok ty dhe të jep influencë të brezi i ri. A ka logjikë kjo? Jo, si s'është në këtë nivel e mos. Ai shikon ti TikTok çfarë ndodh. Fëmia yt. Jo. La kurishësia ty të shfaqet si vlerë. Nuk flasim për zonë. Veshja, abstraksion, jo, nuk është banalitet, more. Kjo është TikToku. Kjo është TikToku, kjo influenca dhe ti sot, po më lër më deri në fund. Tani, nëse nuk do lejohet ligji, duhet lejohet enti rregullator, duhet ketë filtra. Ai këtë po thot. Kush është enti rregullator? Enti rregullator është filtri. Në Instagram, në Instagram, nëse ti bën po themi dëmton tjetrin nëpërmjet retorikës tënde, ty të bllokon ai, të bllokon dhe accountin tënd. Kjo duhet ndodhi dhe me Instagram dhe me TikTokun dhe me rrjetet sociale. Dëmton edhe kur ti si bën TikTokun nuk do dallon apo jo, ky është. Jo, po nuk po ta s'dina si gjebrat ku po lere. Influencën e cila tenton të derregullojë mënyrën se si influencohen të rinjt sot. Këtë arrin ta kapi ajo. Pra gjuhën e komunikimit, abuzimin. Po flasim për tjetër gjë. Po jo, edhe ligji në Kinë po përpiqet të rregullojë një gjë. Lere Kinën nuk e shemë për të marrë Kina, ju lutem shumë tani. Po të lutem po se ligji për Po jo çate, jo, ne po flasim për kinezërit tona që e heqim kinezërin. Ende kemi në mendjen nostalgjik kineze ruse. A është bara ligji? A është ligji në mënyrë rregullimi i shoqërisë? Nuk është diktaturë. Është mënyrë rregullimi i shoqërisë ligji. Jo, të ndajmë. Përgjigju mirë. Përgjigju mua tash. E kam kolektive, nuk e kam me ju personale. O zotni tani. S'ka rëndësi, mora, ai po ta kuptojmë. Që mora spunde na ju, po faktikisht e kohë që zjente. Dakor, po kush nostalgjia këtu? Kënaqësi e mbylli Kina, burrat e mbyllim dhe sidomos këto të shtetit një herë se këta janë vdesin për çik diktate, janë të tmerrshëm. Por nuk e mbylli Kina, s'ka thënë njëri po se ke dëgjuar mirë. Ne kemi një histori të tmerrshme censure. Ore ti e dëgjon si do apo si është? Ju lutem. Dhe të kemi nostalgjira për kohëra të tilla. Ore jemi në Terezisht apo thua se ndërkohë pastaj. Është out, është jashtë. Po themi do futemi brenda zoj mos u shqetëso. Nuk bëri gjë që e bllokoi. Kush i përcakton termat, ju lutem, kush e përcakton informacionin eksakt, jo. Të të bëjë një Kemi që ata shpërndajnë. Do ta kishte futur Mungesa e modeleve. Nëse ligjin do të kam përshtypjen që zotëria do të shkëmbë, kështu nuk e kupton. Nuk po flasim për rregullimin, po flasim për dalimin, e shpejtë gjë. Atëre përgjigju çaj ishte shembulli që të marrim një shembull se ndryshe parimisht e shikoj që jemi goxha larg. Po sigurisht jemi larg, vetë fjalë se censura sy tek mo fare. Perfekt. Po për mua synë ligji nuk hyn në shtetin, nuk hyn ky sistem, i lutem. Censura është koncept shumë i gjerë. Jo më është shumë i gjerë fare. Problemi është këtu. Ti mund të jesh një influencer, ose mund të jesh një gazetar, marr Erioni, le marr Erionin mos më ashtu. Erioni është një djalë, është një patriot, është një profesor. Me thënë të vërtetën po. Dhe ka shumë ndjekës, flet për trajton çështje që kanë sensibilitet. Ore që ime më e para, kur shkoj në shtëpi unë më thot mua sa djali mirë, ai thot është djali i shkëlqyer andaj këtë, pra tregon që ky e influencon, është ndikues. Tani, mbasi ka bërë ky një 1 milion ndjekës ta mbrapa, dhe të gjithë i qepen se është djalë patriot, del ai edhe thot që shiko thot të dashur shok, të dashur miq, që më ndiqni thot
pini aspirin, thot se aspirina ju bën shumë mirë. Nuk po flasim për këto. Nuk ka bërë Kina më burë. Leta mbaroj, ky është thelbi. Kina... Tani do më ndëllësh diskutimin. Kush është thelbi? Thelbi ky është pra. Njerëzit që influenca negative. Po me zë normal apo duhet të ngre zërin që të më dëgjosh? Po dhe zërin më të ngre, s'ka gjë, se çka ka. Mos më le të ngre zërin. Kuptova tani se ku jemi, a jemi vetë. Jo, në vend që ai do ta shpjegojë. Ja një sekond. E di si mund ta ja ta mbaroj Albanot e me njëri për të folur, tani të lutem. Po në shatin tim ngren edhe mirë. Edhe për të kënduar sidomos. Jemi në kushtet kur del një artist. Mirë, më nuk po flasë për tjera specifike. Po mere me konceptet bazë, gjdo qestur, gjdo liqë që ndalon të shprehurën... E kupton që të gjithë 1 milion njerëz që ndjekin atë do shkojnë të bleni ilaç Gabim shumë, se kush ta gabim shumë. Ora, dikush është dëmi për mjetet audiovizive. Qëfar deshit të bëndi qeveria ju një liqë? I thënë ata stop, të vetë regulohen. Pse mos ta lem dhe në këte fushë që të vetë regulohen? Nuk je jashtë teme më burë tash, po flasim pse mos vetë regulohet, që kuptova? Ne jemi duke folur për termin influencer. Çfarë është një influencer? Po ndikusi. Kush është ndikusi më i madh në botë? A di ti kush është ndikusi më i madh? Po intereson mua kjo. Po sa fëmijë po hidhen dhe po vrasin vetëm nga TikToku mo. Po çfarë do të thon kjo mo? Le të vetë rregullohet. Dhe sa fëmijë duhet vdesin që të vetë rregullohet gjëja? TikTokun? Po. Dëgjoj, edhe një herë, nuk jam për mos rregullim, që të mos të nxitet dhuna, që të ndalohet dhuna, edhe si jemi modelin e Kinës njerë, edhe këtu. Ta Bujrama dhe i lutem shumë kryeministri, ore, byllja unë i këture influencerave që s'di të thonë asgjë. Zotëria e ka të ligjë. Të ligjë që të më Regullojmë thot, po jo me ligjë, po ligjë është ende rregullator në shoqëri. Po jo me ligjë është dhe me gjithate. Ti mund të jesh një njeriu mirë, ke mbaruar për filozofi, por nuk mund të dalësh qesësh ilaçe mo zotëri. Sepse ata që të ndjekin të besojnë... Po zotëri, u s'kam mbaruar asnjë gjë. Po nuk po flasim për ty, po flasim për përgjithësi. Të marr një shembull tjetër mo zotëri. Mere. Ne të drejtojmë ka një arsoni për zotin. Po mirë, nga duash, nga të doni, më dëgjon çik. Tani mos merr spunto nga emisioni që thuash çfarë duhet më burr tani. Tani, po ti s'le të nxjerrësh konceptin, s'kuptova. Po nxjerrë konceptin ti. Po ti s'e kupton as vetë atë që thua, do të kuptoj unë. Ore, unë kuptoj shumë herë më shumë, dhe kuptoj edhe çfarë ke ti në mendje, pa shprehur zotëri. Ore, shumë. Po desha thoshe diçka të lutem. Se nxjerr se thua asnjëherë. Unë nuk kam certifikuar asnjë gjë. Po. Unë merrem në një farmase me shëndetin. Merrem me shëndetin tim. Jam qytetar. Po. Shëndetin tim. Po. Sepse ma kishin marrë peng. Dakor. Dhe më kam marrë gjithve. Sepse këtë mjeksi kemi, mbar botërore. Kishim ne dhe para se të hynte kjo mjeksi, që ka hyrë në 1920-ën, mjekësia olepatike, bota kishte mjeksi, zotëri. Tani, nuk është kjo tema. Më kupton? Tani, unë mora shëndetin tim në duart e mia. Tani, familjes time, rrethit tim. Do bësh doktor ti tani? Jo, ka njerit bëhet doktor. Do ta godasi me fjalët e tij, jo, absolutisht. Tani, benefitet që unë kam marrë. Po? Mund ti promovoj, ose ti tregoj... Si doktor popullor? Ose jo si doktor, s'ka lidhje, si njeri, si qytetar. Pse duhet i vem emër, se kuptova? Në rast se njerëzit po mështohen, pastaj Po këta njerëz këtej si përfaqësues të zotit të tokë, more zotrit, lutem tani. Nuk është fajim, ju lutem. Ja mbushim japim kundër argumentin e ri. Arsejda me njëherë dhe pastaj. Nuk jemi kundër të tërë konceptit influencer. Juve.